reformuese, apo çfarë i duhet në të vërtetë? Nga aspekti i politikë bërjes, mund të themi se gjendja momentale e sistemit gjyqësor është si pasojë e pasjes së një sistemi politik i cili faktikisht ka qenë në krijim e sipër dhe përveç tjerash ka qenë nën ambrellën e UNMIK-ut. Edhe aty gjatë politikë bërjes ka pas konsiderata ndryshme apo gjatë vendimarrjes lidhje në përgjithësi me gjitha politikat, mirë po në këtë rast specifik me sistemin gjyqësor. Edhe nuk e di se sa ka pas rëndësi për shembull konsiderata e efikasitetit sistemit gjyqësor. Ndoshta më të rëndësishme kanë qenë disa konsiderata tjera, për shembull stabiliteti i politik apo stabiliteti i sigurisë në Kosovë dhe rrjedhimisht çdo vendim që është marrë të i pas parasysh ato konsiderata. Dihet se sistemi gjyqësor është jo efikas. Mendoj se një reformë do të duhet të nisej pas një studimi të arsyeve pse ky sistem nuk funksionon. Në mënyrë që të nuk është bërë ndonjë studim deri tash? Mendoj se definitivisht nuk është bërë ndonjë studim gjithëpërfshirës edhe i mirëfillt. Natyrisht se ka pas shpjegime të ndryshme për arsyet pse nuk funksionon sistemi, mirë po një studim gjithëpërfshirës nuk ka pas. Deshet të thonin që nuk ka qenë agjendë të politikë bërjes deri tash, apo Kosova nuk ka ekspert që të ulet dhe të bëjë analizë? Nuk është ndoshta shumë problem ajo a ka Kosova ekspert apo jo, sepse këtë mund ta bën edhe ndonjë ekspert që vjen prej jashtë Kosovës. Mirë po nuk ka qenë prioritet i politikë bërjes. Mund të themi se nuk ka qenë prioritet i politikë bërjes. Ky do të duhet të bëjë një gjë e tillë. Reforma është shumë e nevojshme, reformave është e vonë. Mirë po është mirë që më në fund po bëhet reforma. Dhe kjo reformë shpresoj se përveç se do të krijojmë më shumë hapësirë për punë për gjykatësit, do të sjellë një frymë të re. Problemi kryesor apo problemet kryesore pse nuk është efikas sistemi gjyqësor është se Kosova është një situatë shumë komplekse, është një situatë tranzicionale ku kalon prej një sistemi komunist, një sistem demokratik, edhe prej një sistemi të apartheidit në një sistem të lirë, edhe gjithashtu jemi në një situatë pas konfliktit, kur krijon institucionet thuajse prej zeros. Domthonjë jemi duke kaluar në për gjitha këto tranzicione, dhe sistemi gjyqësor faktikisht thuajse s'ka ndryshuar fare. Ka raste kur një individ ka qenë pjesë e gjitha këtyre sistemeve dhe ende është tash pjesë e sistemit gjyqësor në këtë moment. Dhe mendoj se gjyqësia tranzicionale do të duhet të aplikohej dhe në mënyrë që pastaj të krijohet një sistem efikas gjyqësor. Zoti Qorolli, pse nuk ka qenë në prioritet qeverisë reforma në drejtësi edhe sa ne kemi përfituar nga ekspertët ndërkombëtar deri tash? Pashmangshmërisht këtu gjykatat po ballafaqohen me disa sfida që janë kontinuele dhe po duket se nuk po shihet fundi. Mungesë në mënyrë determinante vret se mungesa e vullnetit politik është me pasoja fatale për vetë gjyqësorin. Nëse në sistemin klasik ndarjes pushteteve, dy pushtetet e para, respektivisht legislativi dhe ekzekutivi, kanë kushte shumë moderne për punë, gjykatat ballafaqohen shprehjesht me disa mungesa
madje infrastrukturore të panatyrshme që nuk duhet me ekzistu deri te madje mungesa e një kompjuteri ose një sallë të gjykimit. Qeveria e Republikës Kosovës ka pas prioritete tjera të natyrave ma të rëndësishme se sa më marrë me gjyqësorin. Gjyqësori ka mbet anash edhe për shkaqe të mungesës edhe të vullnetit bashkësisë ndërkombëtare. Në vitin 1999, UNMIK-u dhe organizata ndërkombëtare kur janë instalu këtu kanë marrë vendim që ligjet cilat kanë qenë të aplikueshme deri 23 mars 89 vazhdojnë të aplikohen pas datës 12 qershor të vitit 99 dhe kjo ka sjellë mënyra dualiste. Madje vetë kryetari i gjykatës ka qenë, po parafrazoj me që është prezent këtu, ka qenë i emëruar në bazë të asaj se ky deri në atë moment vitin 89 ka qenë kryetari i gjykatës komunale në Ferizaj, edhe ata i kanë marrë en blank, i kanë vendosur strukturat e atëhershme i kanë vendosur. Ka qenë një situatë shumë emergjente që është dashur lëvizet prej një pikë these edhe është dashur me fillu prej zeros. Duket se kjo amulli do të vazhdojë. Reformat do të jenë të dhimbshme. Unë besoj se për më reformu sistemi gjyqësor, për me pa me një kontekst tjetër, reformimi e sistemi gjyqësor do të me bëjë një analizë pak ma komparative dhe me pa se si kanë kalu shtetet tjera në rajonin tonë, fëqinjet tonë të parë, si kanë kalu ata me këto reforma. Reformat marrin njerëz, marrin kohë, po para së gjithash marrin edhe shumë energji. Për me marrë shumë energji do të me pas një vullnet. Duhet ky shtet me bë diçka për këtë sistem se krejt themi se gjyqësori në Kosovë është i korruptuar. Po askush s'merr masa për ta drejtuar, për ta kanalizuar problemin dhe për të thënë se kush është i korruptuar dhe kush duhet të shkojë. Tash kohën e fundit shohim se ka nisë më hap debati. Ne po jemi gjithmonë ata që po i përcjellim trendin dhe spiprim trendit. Shohim se në Shqipëni ka fillu debati i madh për lustracion. Gjithashtu edhe në Maqedoni, në Kosovë jemi të fundit që e marrëm iniciativën për me debatu për atë problem, për më hap dosjet, për me pas se jam parafrazu edhe emra konkret se si, për shembull, kryeprokurori i Republikës Kosovës ka qenë ai që ka bërë këtë, edhe vazhdon sot në vitin 2009 me ushtru funksionin ose pozitën e njëjtë. Ne jemi me një fazë... Çështja e dosjeve, edhe pse është temë tjetër, ndoshta edhe mund të cilësohet ndoshta si kopjem i praktikave vendevqinjeve, po sa na kanë ndihmuar ndërkombëtarët me prezencën e tyre? A mund të bëjmë reforma vetë? Ndërkombëtarët detyrimisht janë të nevojshëm. Janë të nevojshëm sepse ne kemi mungesë të përvojave. Ne kemi mungesë të kuadrove të mirëfillta të cilat kanë studiu i jashtë, kemi në mënyrë sasiore kemi jurist tepër mirë, po për me pas një gjyqësi të mirë do të me pas një cilësi pak ma të mirë. Ndërkombëtarët për mu luajnë një rol sikur në aspektin politik, do të kishin luajtur mbase një rol të mirë shumë në gjyqësor. Tani kemi rastin, edhe pse ka disa dilema, sepse gjyqtarët e UNMIK-ut nuk janë të treguar edhe aq efikas në Kosovë pas instalimit administratës kombeve të bashkuara këtu në vitin 99. Por unë vazhdoj me rujt optimizmin tim se instalimi i gjyqtarëve të ri bashkë me misionin e ULEX-it do të jetë në mënyrë ma racionale, mënyrë ma të ndërgjegjshme, do të jetë ma kontribut dhënës se sa ai që ka qenë paraprak dhe rrjedhimisht detyra përshtypjet e para gjithsesi janë pozitive. Na mbetet të shohim se çka do të bëhet më tej. Mirë, ne kemi përgatitur edhe një anketë me qytetarë për të parë përshtypjet e tyre për funksionimin e gjyqësorit në Kosovë. Le ta ndjekim pra kronikën. Unë mendoj sistemi gjyqësor deri diku e arrit atë çka mund ka në ato kompetencat e veta. Kështu që ato lanë që parashtrohen mundohen që mi punu, po sa do kudo nuk është në atë mënyrën e vetë efikase, por duhet punuhet pak më tepër. Unë s'ku pas rastis njerë me punë gjykatës, nuk shaf një farë punët kështu që jenë të bon. Lanë një ka të grumbullume,
pa kuraj, ka së s'ka punë të mirë. S'ka sistem gjyqësor si pas mendimit tema. Është anarkia e plot, sikur para luftës, sikur mas luftës. Nuk e besoj se ekziston. Shembull konkret nëse don. Certifikata në lindje që kam zerë vitin 2001 në Prishtinë, ende s'është bëhe, bartje në komunë shtimës, çka me thonë? Ky është elementi i parë gjyqësor që s'funksionon, me qenë se është shërbim publik. Gjykatat në tërë Kosovën janë shumë jo efikase, edhe ka shkelje të 1/6 të konventës për të drejtat themelore të njeriut, sepse po zgjasin me vjet. E kam lëndë të shënuar me rastin e 3 shtatorit të vitit 1990, që ende nuk ka marrë fund. Unë jam avokat, kam punu deri dje në gjykat. Kur në historinë e pas luftës së dytë botnore, nuk e kemi pas gjendjen më të keqe se tash. Po flitet me të madhe po flitet. Edhe të gjithë e kanë hap gojen sa s'bën, po flasin keq për gjykata. Gjykatat edhe gjykatësit janë të punuar shumë. Nuk e përjashtoj mundësinë që dikush edhe nuk e ka keq përdor detyrën. Por ky jo azhuritet i hatashëm është shprehje e mos kujdesit të duhur prej kuvendit e të gjitha organeve tjera të Kosovës që nuk i plotësojnë vendet e punës me gjyqtar të aftë edhe të ndershëm. Nuk kam fort njohuri se për këtë kësaj, por prej mediave sa ndëgjoj, mendoj se nuk është shumë efikas. Kështu dhe për ankesat qytetare, por ndryshon s'kam një përvojë kështu me ta. Mirë, kryetar. Për të ndërlidhem aty, Po, urnëni. Unë desha të them lidhur me prononcimet që ishin këtu, se gjykatat nuk funksionojnë, sistemi gjyqësor. Ne gjithashtu kemi pas vlerësime edhe prej ndërkombëtarëve që gjykatat janë jo efikase, janë të korruptuara. Ata nëse ata vlerësojnë ashtu, ka qenë ai raporti i KAI-des për gjyqësorin, shumë negativ, kuptim negativ. Atë kom pas lexuar atë unë kur e pa dhënë në Kuvend Kosovës atë raportin edhe ata nëse nisën prej asaj se kanë qenë vetë kompetent për ta mbikëqyrë, menaxhu apo forcu kadrovikisht apo për të ndihmuar sistemin gjyqësor, atëherë do të thonë edhe këtë se është fajtor, përgjegjës kryesor është shtylla e parë e unikut. Do të thotë zotriu. Jo ne fajin, sepse realisht të flasim. Gjyqtarët që edhe bashkimi aty, po edhe më herët ka qenë bashkimi si bashkëpunëtor, por gjyqtarët gjithherë në gjykat e kanë pas normat e caktuara. Orientuese, po kanë punuar sipas normave që kanë qenë parapone më herët, para 90-s. Ato norma gjithherë janë plotësu, bile janë të e kalu. Në këtë vit, për shembull, vitin 2008 janë të e kalu normat. Përveç një gjyqtari që ka shku prej aty, këtë gjyqtarë tjerë kanë të e kalu normat. Tani, si mundet që gjithherë ne të jemi në tapet, në të kuptimi negativ, s'po punon gjyqësori. Si mund të punon gjyqësori një gjykat me 5 gjyqtarë, ku do të jenë 15 gjyqtarë më punuar, punojnë 5. Prandaj do të jenë vetëdijshëm. Ndonjëherë soi kushton buxhetit Kosovës ta zëm të emëroj 100 gjyqtarë, për të hequr plurin këtu në lëndëve edhe për ta hequr këtë dilemë, këtë defekt teknik. Nuk on tash unë kur ta vënë barazpesh rëndësinë e lëndëve të pazgjidhura, që ka një peshë shumë të rëndësishme për popullin, edhe atë shumë parash për pagesën e pagave. Dëgjoni, gjithherë është më e madhe është rëndësia pesha për të kryer punët që qytetarët drejtohen gjykatës, se sa ajo sasi parash e cila ka qenë deri tani shumë e vogël. 420 ka gjyqtari, unë kam 450 i kam unë. Nuk është, s'ka qenë ne për shembull në muajt i marrim afër 10.000 euro paga gjyqi. A 25.000, 30.000 euro në muajt i çojnë në taksa në buxhet Kosovës.
Nuk o të shej me rëndësisë, atë vitë bashkohen në bugjet atje dhe masë ne ndahen. Po nuk do të ishte shumë barë e madhe për bugjetin e Kosovës, sikur të ishin rritë pagat dhe sikur të ishin emnuar edhe një grup i gjyqtarëve që do të ndihmonin, shumë do të ndihmonin sistemin gjyqësor.